Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë ka ndodhur jo vetëm ditën e sotme, por edhe për një prej çështjeve e cila ka tronditur mazhorancën. Zëvendës kryeministja dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë zonja Belinda Balluku tashmë zyrtarisht e akuzuar nga SPAK dhe SHMAR në një hetim të thelluar për shkeljen e barazisë në tendera. Flitet për miliona euro, flitet për biseda, flitet për diskutime, të cilat në fakt kanë marrë vëmendjen e opinionit publik. Por gjithashtu janë dhe lajmërime se çfarë po ndodh me Partinë Socialiste. Në anën tjetër, vetë Partia Demokratike duket se betejën e ka fokusuar tek barazia gjinore, duke harruar një prej çështjeve kryesore. Për të folur për to çështje, në fakt kam kënaqësinë të kem në një lidhje Skype avokatin e njohur zotin Leonard Karaj, avokat, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit ju edhe. Avokat, faleminderit ju për kohën tuaj. Do doja ta nisi me njëherë avokat me një koment tuaj për sa i përket numrit 2 qeverist, e cila tashmë është në, do të them, rrethin e SPAK-ut, po hetohet, por edhe për shkak të qëndrimeve tuaj që shpeshherë keni të paktën në opinionin publik keni thënë që SPAK-u duhet ta vërtetojë që po bën punë mirë kur godet vetëm peshqit e mëdhenj, pa njerëzit me pushtet politik. Si e keni parë të çështje? Unë vazhdoj të jem akoma skeptik në lidhje me mënyrën se si po operon SPAK-u në raport me Belinda Ballukun. Me këtë nuk duhet të them domosdoshmërisht që zëvendës kryeministja është e fajshme, sepse unë parimisht qëndroj idesë, domethënë që çdo kush është i pafajshëm deri në një vendim të formës për erë, kështu që i qëndroj e besoj, jo thjesht i qëndroj për shkak profesionit që kam. Pra e besoj këtë gjë. Por ama, nëse neve jemi, le të themi, një popull që kërkojmë shumë, ose kërkojmë të drejtën, nuk po them se kërkojmë shumë nga SPAK-u, madje pritshmëritë kemi pasur jashtëzakonisht shumë të larta, përgjithsisht nuk kam qenë skeptik, edhe këtë herë them të njëjtën gjë, pasi mendoj domethënë që SPAK-u ose do të na surprizoj në momentin kur do kërkoj rikualifikimin e veprës penale, pra pasi të ketë mbyllur të gjitha hetimet e kësaj çështje, pra ose do na surprizoj, ose për mire kanë fjalën, ose do na surprizoj jashtëzakonisht për keq, sepse të çosh Belinda Ballukun për shkeljet barazisë në tendera është të tallësh me një komp të tërë, jo me këta që janë frymor 28.000 km2 të Shqipërisë, por edhe për gjithë ata shqiptarë që jetojnë në diasporë. Pra sepse është një tallje e madhe të çosh zëvendës kryeministren, gjithmonë flas për ato çfarë kanë dalë në media, për ato çfarë kanë rrjedhur nga dosja që i përket një personi tjetër në hetim, pra nuk është dosja hetimore e zonjës Belinda Balluku. Aty më e pakta është vjedhje, sipas neni 135 të Kodit Penal, është korrupsion pasiv dhe unë guxoj dhe kam thënë dhe diku tjetër që për mendimin tim kemi të bëjmë katërcifrisht me krim të organizuar, sepse nëse ne do marrim për bazë analogjinë e mëparshme, si me zotin Tahiri, po më së shumti me zotin Beqem, Ilir Beqem, ne sot prokuroria e posaçme i ka ngritur akuzë Ilir Beqejt për grup të strukturuar kriminal, duke argumentuar me idenë që janë të paktën 3 persona dhe në bazë të kodit procedurës penale, kodit penal, kur ti për një të vepër penale ke të paktën 3 persona në hetim, atëherë mund ta konsiderosh grup të strukturuar kriminal. Dhe grupi strukturuar kriminal do të thotë domethënë diku aty tek 12 vite burg që duhet të kërkojë prokuroria kur të shkojë çështja në gjykatë. Në rastin e Belinda Ballukut, në rastin e Tunelit Llogaras, për deri tani janë 8 persona në hetim. Zonja Balluku është marrë e pandeu, kurse dhe zoti Berberi po ashtu, kurse 6 të tjerë janë akoma në fazë hetimore. Dhe në qoftë se edhe për ta do ngrihet e njëjta, ku SPAK ka shumë atëherë do duhet kalohet domosdoshmërisht në grup të strukturuar kriminal. Avokat, në këto zhvillime në kaq paksa është mundur të bëhen publike nga të dhënat e dosjeve. Mendoni se do të ketë emra tjera, apo mendoni se do të visi një ortek që mund të kushtëzoj deri tek Edi Rama, si do e shikoni hetimin e SPAK? Pra, gjatë rrugës në për sekuestrime telefonash apo kontrole, mund të dalin informacione dhe detajet tjera? Atëherë duhet të themi një gjë. Në raport me
peshat e rënda të politikës shqiptare që ka pasur në hetim SPAK-u deri tani. Kjo është procedura e parë ose çështja e parë hetimore ku SPAK-u po tentojnë t'i futet procedurës. Në asnjë rast tjetër, as me zotin Beqaj, as me zotin Velie, as me zotin Meta, as me me emrat e tjerë të mëndë që s'po më vinë ndërmend tani, nuk është marrë, apo Alqi Bllaku, apo nuk është marrë në procedurën. Ky është rasti i parë që SPAK-u po merr në procedurën. Në qoftë se ka seriozisht të merret me procedurën, të gjithë lumejnë të çojnë në det. Dhe deti në rasti konkret është Edi Rama, sepse ai është fundori i gjithë kësaj historie. Unë gjithmonë kam thënë që SPAK-u nuk i shkon hetimit procedurial, se e di fort mirë domethënë që në fund të herës do shkoj te pika fundore që është Edi Rama. Tu e kam pasur analogjin, krahasimin e kam pas bërë me inceneratorët, po ta vësh re, as inceneratorët, as i Elbasanit, as i Tiranës, as i Fierit, nuk ka asnjë gram hetimi procedurial. Pse u bën? U kërkoi? Pse u dhan bonus pa pasur akoma kompani në lidhje me atë? Pse u firmosën 17 vendime mbrenda një mbledhje qeverie? Pra janë shumë pse të cilat përbëjnë një vepër penale të rëndë, e cila të çon në kryeministri, pra te kryeministri ose te sekretari i përgjithshëm. Tenderi llogaras është po shikohet sipas mendimit tim në një lloj proceduraliteti. Pse? Neve kemi mësuar dhe këto do të janë dy tre lajme shumë të rëndësishme që ndoshta nuk janë thënë deri ditën e sotme. Në mënyrë mund t'i kesh ndoshta në mënyrë ekskluzive. E para një herë tenderi po hetohet, jo thjesht tenderi qendror, pra tenderi për 109 milion euro, por po hetohet edhe mbikëqyrja që ka qenë 2 milion euro dhe kolaudimi. Tani ti kuptojnë gjërat me radhë. Tenderi për 190 milion euro është bërë sallat, tani është thënë shumë herë, janë 40 milion euro dëm ekonomik aty që do duhet vërtetohet nga SPAK-u. Këto janë thjesht fjalë që i themi ti, unë e gjithkusht tjetër. SPAK-u e ka për detyrë të vërtetojë me prova dhe fakte. Fakti është që njëta vepër është ndërtuar nga Gjoka Konstruksion në rastin konkret dhe ai kishte ofruar 140 milion euro. Fakti është që kompania turke e cila ka sill zero mjete apo investim nga Turqia në Shqipëri për këtë vepër, ka deklaruar 24 milion euro fitim. Pyetja ime është si nxorri këto 24 milion euro, që do duhet ta vërtetoj SPAK-u këtë, dhe si është e mundur domethënë që ky tender vajti nga 140 milion euro vajti 190 milion euro dhe askush nuk ju fut le të themi shifrave për të kuptuar se pse u desh domethënë të shkohet tek 190 milion euro. E dyta, në projektin fillestar dhe të vetëm që ekziston, ky tender, kjo vepër ka pasur dhe 2 ura lidhëse panoramike, një në hyrje të tunelit të Llogaras dhe një në dalje të tunelit të Llogaras. Po ta shikosh sot projektin, normal, këto 2 ura ekzistojnë akoma në projekt. Që do të thotë, këto 2 ura kanë qenë të parashikuar në preventivin e fondit limit të përcaktuar nga qeveria shqiptare për 190 milion euro. Pyetja ime është, tuneli u bë, parat u morën, këto 2 ura nuk ekzistojnë. Ku janë urat panoramike, një në hyrje, një në dalje? Sepse po flasim për shifra marramendse, 20, 25, 30 milion euro që mund të kushtojnë këto 2 urat. Pra këto janë 2 ura sikur në projekt ekzistojnë, por në faktike nuk janë bërë, por ama parat janë marrë dhe janë futur në xhep. Të gjitha këto do t'i vërtetoj SPAK-u. E treta është mbikëqyrja. Mbikëqyrja është e vërtetuar katësipërisht tashmë nga SPAK-u, se është në hetim. Begaj, ortaku kryesor i Erviz Berber dhe Erviz Berber janë në burg për këtë arsye, për mënyrën se si është marrë mbikëqyrja e këtij projekti, pra 2 milion euro. Këtyre nuk u ka mjaftuar fakti domethënë që e kanë rregulluar në kuptimin e me fill të fjalës të gjithë procedurën e këtij tenderi, pra si puna e këtij tenderi, më para ca vitesh kur bën një tender këta të fuqishëm, këta specialistët ku thoshin jo vetëm të ishte Vinxheri 47 vjet, po ta kishte edhe emrin Shaban. Pra deri këtu të shkonte historia dhe kjo historia e tenderit Llogaras është çdo gjë të shkonte ashtu sikundër u shkonte për 7 turqve në rastin konkret me qëllim që qoka të shkonte deri në fund. Dhe për ta bërë sa më reale këtë gjë, edhe mbikëqyrjen e mori kompania Erviz Berberit 2 milion euro, gjëra të vockla. Dhe e treta per fare kjo. Sot a dini juve që Llogaraja, tuneli Llogaras nuk ka një akt kolaudimi? Qa do të thotë për shqiptarët? Kur mbaron një vepër, po edhe një shtëpi e vockël,
do duhet merret akti kolaudimit dhe pasi merret akti kolaudimit vihet në lëvizje tregtare. Pra, ti sot udhton në tunelin e Llogaras, pa pasur një firmë nga një kolaudator që ky tunel nuk është i rrezikshëm për kalimtarët. Kjo është një gjë shumë e rëndë, që SPAK-u këta e ka në dorë dhe është duke jetuar. Në momentin e parë, kur prokurorët e SPAK-ut kanë pyetur në lidhje me kolaudimin e këtij objekti, është disponuar nga ana e RSH-s dhe është domethënë që po, jo, e kemi bërë neve të idenë e kolaudimit, ja kemi dhënë një kompanie greke. SPAK-u i ka kërkuar kush ishte kompania greke, kush ishin ata inxhinierët që do duhet ta bënin këtë kolaudim, dhe ata i kanë dhënë emrat, 4, 5, 7, 10 emra, nuk di fiks se sa emra. Çfarë ka ndodhur? SPAK-u ka shkuar dhe ka parë Teamsin dhe ka rezultuar që këta 7, 8, 10 emra nuk kishin hyrë kurrë në Shqipëri. Pra, edhe në qofshin këta, kjo kompania greke që ka bërë kolaudimin e tunelit Llogaras, deri tani unë nuk di që t'jetë bërë kolaudim në atë, ose të paktën zyrtarisht nuk ka një dokument të tillë, por edhe në qoftë se paskësh, këta njerëz nuk kanë ardhur as edhe një herë, këta inxhinierë që ta kontrollojnë kolaudimin dhe ta kolaudojnë këtë vepër në vend, se kolaudimi bëhet në vend, preket aty çdo gjë. Sepse në bazë të Teamsit, hyrje-daljet në Republikën e Shqipërisë, Kapshtic, Kakavi, Rinas, kudo që ka hyrje-dalje në Republikën e Shqipërisë, këta persona nuk rezultojnë se janë futur apo janë larguar ndonjëherë nga territori. Dua t'ju bëj një pyetje duke qenë se ju jeni dhe një njerëz që i ndiqni zhvillimet politike dhe keni eksperiencën tuaj. Në atë kohë kur Ilir Meta doli me bllokun e famshëm 700.000 euro, Edi Rama ngriti gjithë opozitën në këmbë. Sot zoti Berisha pse është kaq i stepur për të thritur një protest kur jo vetëm nga ajo çfarë thoni ju, por dhe çfarë ne kemi parë në dokumenta, diferenca prej 50 milionë eurosh është bërë si një qok. Të paktën këto thoshte edhe vetë zëvendës kryeministri i Shqipërisë zoti Ahmetaj. Cila është arsye që zoti Berisha nuk po thret një protestë sot kundër zonjës Balluku, kundër zotit Rama, kundër qeverisë Partisë Socialiste, kur shikohet që e gjithë struktura e Partisë Socialiste o është në SPAK, o po pret radhën, ose është thjesht çështje dite që dikush tjetër të zëj vendin? Ermal, kohët kanë ndryshuar. Po flet për 14 vite më parë, 14-15 vite më parë gati. Ku Shqipëria, njerëzit në Shqipëri ishin pak sa më ndryshe, ishin më shumë, ishin më të etur për drejtësi, ishin më të etur për të marrë me politikë, ishin më të etur edhe për të vënë disa baza të shëndetshme në vendin e tyre. Shkalla politike aso kohë ishte ndryshe nga e tanishmja. Atëherë, ata që ishin në opozit, kishin, e kam fjalën për qytetarin që ishte në opozit, që e mendonte veten në opozit, kishte një lloj qasje ose një lloj shprese se pas një viti apo pas 2 vitësh kur do ishin zgjedhjet e radhës, Partia Socialiste mund të vinte në pushtet, dhe ajo ndodhi. Ajo cilën nuk pranoj dot në këtë vend është që ajo e Ilir Metës ishte po e konsideroj si kundër e thua ti vjedhje në tentativë, sepse aty vjedhje nuk pati. Nuk ti të them domethënë që ka pas në tenderime apo në gjë, ajo ka qenë vetëm nëse po e marr mirë qenë, ajo ka qenë thjesht një bisedë midis Ilir Metës dhe ministrit të tij të asaj kodrit tan Prifti, e cila besoj fort domethënë që nuk ka konkluduar në dhënien e rishvetit, sepse nuk u e realizua. Ne sot po flasim për një gjë që ka ndodhur faktikisht. Dhe këtu nuk ka as edhe një person që t'i bëj përshtypje më ajo që ndodh. Arsyen këtu nuk do ta gjesh vetëm te opozita. Okej, ka 1001 zeza kjo opozita jonë. Ka 1001 problematika sepse vete ka hyshtur drejt një lloj ideje, qasje se është e kapur bashkë me pushtetin. Dhe ky është fakt real. Nuk është se e them unë e pranon ti apo e thua ti dhe e pranoj unë. Këtu është vrarë çdo lloj shprese për shkak edhe të faktit domethënë se njerëzit tani më mirë thotë po e ul kokën, e nuk po merret më me këta, ose më mirë po iki fare, se sa të shkoj të dalë, të lodhen, të shkoj në protesta, sikur bëra në kohën e zotit Pasha, e marr mend ti, 10, 12, 15 protesta të mbaja gjatë kohës së zotit Pasha, dhe në fund të mos kem as edhe një gjë, sepse fundi dihet se cili është.
sepse në fund do jem prap Albana Vokshi, do jetë prap Flamur Noga, do jetë prap Trita Sheu, do jem prap Klevis Balliu, Sali Berisha dhe shpura e tij, të cilët do qëndrojnë aty, do bëjnë si opozitarë të mëdhenj, por që në fakt, po ta shikosh, dhe mjafton të shikosh të dhënat e LDKP-s, pra çfarë deklarojnë këta njerëz në si burim të pasurisë tyre nga viti në vit, vetëm opozita e kësaj periudhe kohore i shufishohet pasuria. Sigurisht, kur ne themi për opozitën që i shufishohet, imagjino se çfarë ndodh me majorancën, ëh? Atyre ju 5 fishohet, 10 fishohet, 20 fishohet. Nuk ka të krahasuar, por meqense pyete për opozitën, edhe unë po të shprehem për opozitën. Por opozita duhet ta ndajmë një herë mirë mal. Opozita nuk është leadershipi aktual i Partisë Demokratike. Më vjen keq ta them kështu. Unë jam dhe do mbetem pjesë e Partisë Demokratike sepse kam kaluar jetën time aty. Por unë nuk do pranoj kurrë as edhe një herë një leadership të tillë. Pra, që do të thotë që unë nuk do i shkoj kurrë nga mbas një leadershipi të tillë. Asnjëherë më. Dhe jo pa qëllime, kam thënë në 2-3 emisione të tjera, që këta po nuk e kuptuan se po e marrin peng opozitarizmin, po opozitarizmin në tërësinë e vet. Ne në 2029 do kemi frikë të kërkojmë dhe grave votën për PD-n, se as ato s'do kanë për të na dhënë më. Avokat, në këto zhvillime, se do të kthehen prapë të pyes se kemi dhe zgjedhjet për 2-2, por dua të ndaloj pak te ky hetim që s'pak ka hapur për zonjën Belinda Balluku. E shikoni të mundshme që s'pak të thrasi dhe kryeministin Rama, duket e largët dita që dhe Rama tjetë në dyert e SPAK-ut? Si i ke parë këto zhvillime? Unë e shoh shumë të largët atë ditë, por të mos më thënë, domethënë që nuk arrit dot ta fare as ta imagjinoj atë gjë. Shikoni, ajo që besoj unë është një gjë, ajo që duhet të ndodhin është një gjë tjetër. Unë besoj domethënë që Belinda Balluku në këtë histori shumë e vështirë se do të hyjë gjem në këmbë, të paktën në një periudhë kohore të afërt, sepse në logjikën time, këtë e kam hamendësim, Belinda Balluku është shantazhueshja më e madhe që mund t'i ketë ndodhur në një Edi Ramës. Ne gjithmonë kemi thënë, domethënë kemi bërë krahasimin me Erion Velien. Shikoni, Erion Velie krahasuar me Belinda Ballukun është një hiç. Krahasuar me Belinda Ballukun është zero. Erion Velie vërtet ishte kryetari i Bashkisë Tiranë, por nuk kishte asnjë pikë imuniteti. Erion Velie nuk ishte firmosur për Edi Ramën. Kurse Belinda Balluku ka 5 vjet që firmos çdo shkresë për Edi Ramën. Belinda Balluku është numri 2 i qeverisë, Belinda Balluku është deputete. Këto janë shumë të rëndësishme për një politikan. Pse? E para një nuk e arreston dot me njëherë. Sepse do duhet t'i kërkosh leje kuvendit. Dhe kuvendi në rastin konkret zose ja jep lejen për arrest. Sikur ndodhi me Sajmir Tahirin që madje i kishte mund të shkojë SPAK-u drejt kërkimit të lejes, avokat? Patë desha të them. Aso kohë Sajmir Tahiri akuzohej për grup të strukturuar kriminal. SPAK-u, prokuroria, dhe jo SPAK-u, prokuroria aso kohë e kërkoi arrestimin për shkak të veprës penale të cilët rëndonte dhe ishte 12 vite burg vepra penale e grupit strukturuar kriminal dhe nuk ja dha, kuvendi nuk ja dha, ju e kujtoni fort mirë që nuk ja dha. Nëse ti kërkon sot për Belinda Ballukun, për këtë vepër penale, shkelje barazisë në tren, 3 vite burg, që s'bën asnjë ditë burg, as një orë burg, atëherë është aferment që ta harrosh ti se kuvendi do t'japin leje për këtë. E dyta, nëse Belinda Balluku ka firmosur çdo shkresë, çdo vendim qeverie gjatë kësaj kohe për Edi Ramën, ti mendon domethënë që ajo do ta lejoj sikundër po e lejon Erion Veliaj që të lulëzoj Edi Rama në krye të këtij shteti? Jo, s'është e vërtetë. Unë besoj domethënë që nëse Belinda Balluku do ta shikoj veten vështirë, keq fare, pra e pa mbrojtur nga politikisht nga Edi Rama, ajo me shumë gjasa do thërres, le të themi, pas vetes, do të heq pas vetes edhe vet kryeministrin. Dhe Edi Rama në rastin konkret, këtë gjë mund ta di më shumë herë më mirë se sa ti, sa unë, se sa gjithkush tjetër. Prandaj po them domethënë që unë e shoh shumë të vështirë që Belinda Balluku do lëshohet nga ana e Edi Ramës. Dhe këtu nisen edhe nga një prezumim i mëparshëm. Të gjithë ata një funksionar të lartë të Partisë Socialiste të cilët sot janë në hetim ose në burg, përpara se të merreshin në vepër penale ose në hetim nga SPAK-u, i kishte kohë e muaj të cilët që ishin lëshuar realisht dhe politikisht nga Edi Rama. Pra Sajmir Tahiri ishte lëshuar nga Edi Rama kur e mori SPAK-u. Ilir Beqa ishte lëshuar nga Edi Rama.
Arben Ameta kishte 7-8 muaj që ishte lëshuar nga Edi Rama. E të gjithë të tjerë, Alqi Bapo, Lefter Koka, pra këta të gjithë kanë shkuar në dyert e SPAK-ut e në paraburgim pasi Edi Rama i kishte lëshuar. Në qoftë se të ndodhin e njëjta gjë, pra që Edi Rama të lëshoj Belinda Ballukun, atëherë po, unë e besoj domethënë që Belinda Balluku mund të shkojë drejt masës sigurie shtrënguese që ajo domosdoshmërisht duhet të jetë arrestuar në burg, po qoftë detyrim paraqitje apo ndalimi pasaportës apo dhe arreshtpje gjithmonë në prezumim të pafajësi, gjithmonë duke u nisur nga fakti domethënë që ato vepra penale për të cilat ajo në opinion është duke u hetuar dhe do vërtetohen sipas radh pas radhe. Po për të ardhur deri atje mund besoj domethënë që është një oqean i gjatë për të përshkruar. Avokat, ngacmuat pak, ju mendoni se kalibri politik i zonjës Balluku nuk është si emrat e tjerë që sapo përmendëm që janë lëshuar nga Rama dhe... Eksakt. Sepse asnjëri prej tyre nuk ka firmos për Ramën. Kurse Belinda Balluku ka firmos për Ramën. Edi Rama Ermal ka 5 vjet që nuk firmos asnjë vendim qeverie. Vetëm vendim qeverie që unë kam parë të firmosur nga Edi Rama ka qenë shkarkimi i Erion Veliajt. Të gjitha vendimet e tjera janë të firmosura të kundra firmosura nga Belinda Balluku. Kështu që në momenti kur unë firmos çdo gjë për ty, sigurisht domethënë të tregoj një aspekt të bukur domethënë. Mbrëm po shikoja edhe një intervistë shumë të bukur të Baxhet Pacollit, më vjen për mua është një personalitet i kombësisë shqiptare, një biznesmen me këllçe edhe me ja them, nuk e njoh e nuk më njeh, po është e them domethënë sa ashtu e ndjej. Kuptimin e asaj çfarë ka arritur pe intervistën ditë e Femziu. Absolutisht. Mbani mend kur Baxhet Pacolli është dash të futej tek aeroporti i Florës, për shkak të procedurës së mënyrës se si po bëhej procedura, sepse kjo procedura e aeroportit të Florës ka filluar që në 2017-ën, jo në 2021-ën kur është si thua është materializuar. Firma ka fjalën në kontratë. Aso kohë, Damian Gjiknuri nuk ka pranuar që të firmosin për aeroportin e Vlorës, për mënyrën se si do ndërtohej aeroport. Arben Ameta në rolin e zëvendës kryeministit nuk ka pranuar që ta bëjë një gjë të tillë. Dhe vjen Belinda Balluku dhe thotë se bëjnë këta dy, po e bëj banale, më fal, për shpreh. Se bëjnë këta dy, mos e vëmë nëse e bëj unë, e firmos unë. Pra, më kupton se për çfarë ta thash këtë, për të kuptuar se se sa ja ka rrahur gjoksin Belinda Balluku Edi Ramës. Dhe pikërisht për këtë arsye, unë e shikoj shumë të vështirë që Edi Rama do ta lëshojë Belinda Ballukun. Jo se Belinda Balluku dhe një herë tjetër nuk ka gjunahe, se gjunahet e saj, po të shikosh mjafton të marrësh përballë ata 2 tigrat aty në gjijën e Vlorës, të cilët na kushtojnë sot 94.500 euro në ditë. Në ditë, 94.500 euro. Në ditë. Dhe prokuroria nuk jeton, ose thot jam duke jetuar. Po për çfarë je duke jetuar, zotëri? Mjafton të thuash që ish ambasadorja e Shtetet Bashkuara të Amerikës Yuri Kim, aso kohë kur firmos kontrata me tigrat, sot është drejtorese ekzekutive e asaj kompanisë që ka sjell tigrat aty. Pra nuk duket as fare domethënë lobimi i fortë ose pazari, po e them unë në mënyrë më të trashë të mundshme që mund të ketë ndodhur në atë histori. Mund mos ketë pasur fare pazar, po hetoje se ti për atë punë aty. Ti prandaj ke vënë skëll që ato spaleta detës tënde dhe ke thonë unë do pranoj të jem prokurori i SPAK-ut. A ke shkuar? Po, hetoje. Ti nuk mund të presim gjithë jetën derisa domethënë këtu nga ana politike që janë rregulluar deri në atë mënyrë sa që të mos prishet punë as atyre që janë në SPAK, as qytetarëve dhe as atyre të cilët hetojnë. Zotëri, Kodi i procedurës penale ka afate ligjore dhe afati më i largët ligjor për prokurorët e SPAK për hetimin e një çështje është 2 vjet. Inceneratorët kanë 8 vjet. Teatri ka 5 vjet që është prishur. Avokat, ngacmove pak me këtë situatë. Konkretisht Rama pse po e mban akoma qeverinë vetë, s'po firmos gjë, në anën tjetër SPAK-u i troket e dera ore minut, në anën tjetër shqiptarët largohen. Atëherë shumë të them këtë gjë. Edi Rama e ka mbyllur historinë e tij me shqiptarët, nuk pyet shumë më për historinë. Edi Rama po mendon për historinë e tij, se si do ta shikojnë ata në të ardhmen e largët,
Edi Rama është në qoftë se ka dikush që beson domethënë që ai do largohet se një ditë bukur do mërzitet nga pushteti dhe bla 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 historia të këtij tipi, Edi Rama nuk do largohet kurrë nga pushteti sepse është një Sali Berisha ndryshe. Po, se më ngacmove pak. Nuk i ka modele ta që sa më shumë rinë bëhen në konceptin e një autokrati dhe historia i dënon, nuk i lavdëron. Si ka këto modele, se kjo është dhe pak nuk e kuptoj do të çfarë duan të arrijnë kaq shumë duke mbajtur pushtetin. Është i ngrohtë, jo e ke gabim. Është gjithmonë më shumë që ti rritë ai koltuku i pushtetit, ai gjithmonë më shumë domethënë të pëlqen, të ngroh. Dhe thotë domethënë, po mima çfarë problemi ka domethënë? Po rriu në vllap, më duan këta. Është ajo batuta e famshme që bën Rama me Gzim Topçiun e Maliqit. O Gzim, sa mandate ke ti? 7, Gzim, se këtu pas mandatit ka të harrojnë fare që të kalon në pushtet. E kupton domethënë sepse edhe në batuta duhet kapur Edi Rama. Tani ajo që unë parashikoj, dhe këtu po nuk po bëj Nostradamus, po duke lexuar politikën, po them, këtu mund të bëhet një pakt i madh i cili është duke bërë, por do vi momenti kur duhet të shpalosë shqiptarëve, gjëra sikur ne e bjorrë me njëri tjetrin, dhe pakti i madh do bëhet për vitin 2027. Me shumë gjasa këta dy agallar do ndryshojnë Kushtetuar e Republikës së Shqipërisë, do ta kthejmë në një regjim presidencial, ku presidenti do ketë atribute shumë herë më të mëdha, si kundër është atje në Francë, dhe ti Edi Ramën parashikohet që ta kesh një president nga populli në 2027 me mandat 7 vjeçar me të drejtën për të rritje. Dhe unë besoj që Edi Rama do iki nga pushteti, nga karrika e pushtetit në vitin 2041. Pra, edhe pas 14 vitesh të tjera si president i Republikës. Këtë e ka dhe një qëllim në vetvete, sepse në historinë e Shqipërisë kërkon me patjetër që të jetë numri 1 personi që ka qëndruar më së shumti në pushtet. Enver Hoxha ka qëndruar 40 vjet, nëse ky do realizojë këtë histori, do e kaloj dhe Enver Hoxha se do shkojë 41 vjet në pushtet. 41 vite në pushtet. Po, llogariti nga 1998, 98, 2000, 2011, 2013, 2021, bëje hesab, janë mbi 40 vite në pushtet. Avokat, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, edhe uroj që parashikimi jot mos të dali, se po doli në kontekstin e do të jetë e dëmshme për demokracinë, por nuk është çështja se ne jemi vend demokrat Ermal, këtu mos u bëj shumë idealist. Po, dakord, koha e ka treguar e tillë, ke shumë drejt për këtë avokat. Do doja në fakt në këtë situatë, jo nesër, pas nesër, kam 5 bashki të cilat Partia Demokratike ka zgjedhur kandidat pavarur të përfaqësoj, është larguar nga kandidatët politik të saj, vetë ditën e sotme kandidatët e Partisë Socialiste më kujtuan atë skeçin që sa gola do bësh ti 7, është pse mos bësh 8, 10, edhe ata thoshin ne do fitojmë, njëri thoshte me mbi 60%, tjetri thoshte mbi 70%, tjetri thoshte mbi 85%. Ju vetë nga eksperienca juaj çfarë prisni në këto zgjedhje që do të jenë ditën e diel në 5 qytete, të cilat kanë rëndësinë e vet, por duket që fakti që nuk u zhvilluan në Tiranë ka rënë pak vëmendja. Çfarë do ndodhi, avokat? Do ndodhin ajo asgjë më shumë se sa do vihen dhe 5 kryebashkiak të tjerë në pozicionin e tyre të punës. Opozita duke parë veten domethënë në kushte totalisht të çorganizuar, gjeti një lloj alibie për mendimin tim, duke optuar me këtë idenë e kandidatëve nga shoqëria civile ose të pavarur, që me qëllim që nesër pastaj mos të kenë mundësi që ti, unë apo gjithkusht tjetër ti thotë që ju humbët dhe këtu, ju humbët dhe aty, sa ata kanë shumë kollaj të thonë, shiko se ne në Vlorë patëm atë sotën, ai ishte nga i pavarur, nuk ishte i Partisë Demokratike. A thua për te fakti domethënë që kanë optuar që të zgjedhin të mbështesin një person i cili nuk ka as arsim të lartë. Dhe të mendosh domethënë që në vitin 2025 të kesh kandidat për kryetar bashkie pa arsim, unë nuk e di domethënë se ku kemi arritur. Po ani pse kjo histori. Ajo që unë shikoj është fakti domethënë që në këto 5 bashki opozita mund të ketë shans vetëm në mat, pra vetëm në Burrel. Në Burrel ka përshtypjen domethënë që opozita është më përpara, jo për shkak të
forcës që ka Partia Demokratike e Burrelit, mos e ngatrojmë. Po për dy arsye shumë të rëndësishme. E para për shkak të kandidatit, avokati Ibrahim Bigaj është një person i pëlqyeshëm, i respektuar në atë zonë, dhe e dyta Partia Socialiste atje ka një problematik, domethënë se ka pasur një çarje. Aty janë dy kandidatë, që njëri kandidon për Partinë Socialiste dhe një zonjë që kandidon si e pavarur, por që ka qenë e Partisë Socialiste. Po, që ka qenë ish kryetaria e gruas. Po, dhe kjo gjë mund t'i sjellin përfitimin kandidatit të pavarur të mbështetur nga opozita. Kurse për katër bashkitë e tjera, mos mendoni domethënë që do ketë garë. Pra, aty mund të thuash dhe 60 me 40, edhe 80 me 20, edhe 90 me 10, dhe nuk është se ke thënë në i sakriles, kurse në disë. Kjo tregon për derexhen të cilën ky leadership i Partisë Demokratike e ka çuar këtë opozit. Mua dhe një më dhemb, sepse unë jam rritur në atë parti dhe do vazhdoj të jetoj para sa unë kam mundësi, para sa do të dëgjohet zëri im, para sa do ma dëgjojnë zërin, para sa mendoj domethënë që unë mund të blej në atë opozitarizmin tim në atë parti. Por ti të them domethënë që ajo forcë politike, në qoftë se nga 2021 deri në 2023 në çdo televizion dëgjoje pengu, duke i referuar Lulzim Bashës. Po. Pengmarrësi më i madh në fakt nga 2021 që këtej, ose edhe më përpara apo thuash ti, nuk pas ka qenë as Lulzim Basha, por vetë Sali Berisha dhe le të themi azganët e tij që i rrin nga mbas duke i bërë LPP-qe. Unë nuk kam frikë të them doktor Berishës këto gjëra, sepse unë besoj domethënë që koha e tij ka marrë fund, jo thjesht në Partinë Demokratike, por në politikën shqiptare. Ai i përket historisë, është një person i cili ka dhënë shumë demokracisë, ka meritat e jashtëzakonshme për punën që ka bërë, ashtu sikur mund të ketë demerita, sepse njeri që punon dhe gabon. Por ama, në momentin kur në 2013 humbi zgjedhjet, ai burrërisht qytetarisht duhet të ishte larguar nga të gjitha funksionet e Partisë Demokratike dhe ta linte Partinë Demokratike opozitën që të ecte me këmbët e veta. Këtë gjë nuk e bëri, i ndenjë te koka si deshi ai Lulzim Bashës. Lulzim Basha nga ana tjetër pranoi në mënyrë të vopek, idioteske, që të bëheshe karafili i Sali Berishës, sepse për mua fajen e ka dhe ai, por mos më thonë që ka jashtëzakonisht shumë faje, sepse ti në momentin kur merr trashëgiminë e Partisë Demokratike dhe thua që jam kryetar i Partisë Demokratike, o e ushtron atë funksion ashtu si duhet, ose më mirë jep drejtën dhe ik dhe mos u tërpro kot. Sepse për mua e gjithë skizma politike e Lulzim Bashës shkoi në një negativitet të jashtëzakonshëm pikërisht për këtë arsye. Jo për shkak të asaj që bëri më përpara, por shkak të asaj që nuk bëri nga 2021 e këtej. Avokat. Prandaj sot ne jemi në një qorë sokak. Më ngacmohet pak në këto zhvillime. Ditën që zonja Balluku, dhe më kujtua tani për shkak se u hapi gjithë panorama, ditën që zonja Balluku shkoi në dyert e Spakut dhe Spaku i komunikoi akuzën, vetë në anën tjetër zvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, erdhi ka takuar zotin Dumani dhe më pas ka pasur një takim me zotin Bardhi, zonjën Tabaku dhe zotin Këlliçi. Si mund të na i dëshifrosh këtë zhvillime? Harrove zonjën Kociu dhe Lamallari. Po, dhe zonjën Kociu, ka takuar edhe ministrin e Brendshme dhe ministrin e Drejtësisë. Unë kam shumë të thjesht ta deshifroj. E para një herë ka takuar te Partia Demokratike këta për 3 persona për shkak se amerikanët e din shumë mirë domethënë që duke qenë Berisha non grata dhe ata të cilët janë lëpirësit më të mëdhenj të tij, leadershipi i tij, që nuk futen këta 3 persona, jo domosdoshmërisht të këta 3 persona, nuk mund të takohen, nuk mund të takonin Flamur Nokën ata, pavarësisht se Flamur Noka teorikisht është numri 2 PD-s. Pra ka takuar këta 3 persona të cilët po pse nuk duhet takojnë Flamur Nokën ata avokat? Se miqim ngacmove, pse mos takojnë Flamur Nokën që është numri 2? Dhe takojnë Gazmend Bardhin, zonjën Tabaku dhe Belin Këlliçin. Po ja, po ta themi një tjetër që Flamur Noka më pakta është nën hetim nga Spaku. Me pakta. Me dytë, më e shumta, domethënë është një person i veprët ndaj Sali Berishës. Pra tani ne a do flasim për të ardhmen apo do flasim të kthejmë edhe një në të shkuar? Ku
Kurse 3 personat e tjerë mund të na pëlqejnë apo jo, ty apo mua, politika që bën Gazmend Bardhi mund të të pëlqejë apo jo, mua nuk më pëlqej, por për amerikanët shikohet si 3 të rinj dhe, jo dhe aq të rinj, po gjithsesi të rinj në politikë. Të rinj si ngeli kjo punë, të rinj quhen ata tani. Mirë, dakor, të rinj quhen ata, sepse po të shikosh 82 vjeçarin aty, këta janë shumë të rinj, janë fëmijë në krahasuar me këta. Pra, këta shikohen nga amerikanët, ndoshta, si persona të cilët nesër do duhet jenë në leadershipin e kësaj Partisë Demokratike. Të kështu e lexoj për këtë takim. Kurse sa i përket qeverisë, në të dyja rastet, unë mendoj domethënë që mund të ketë pasur kritika me pambuk, si për Spakun, edhe për Ministrinë e Drejtësisë apo Ministrinë e Brendshme. Fakti që nuk u dha as edhe një lloj deklarate, as edhe një lloj gjë, me shumë gjasa ka qenë kërkesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës e vet personit në fjalë, i cili si duket domethënë ka optuar më shumë që t'u japi kërbaç, po e metaforizoj gjën, se sa ti lejoja si Altin Trimin Dumani të dalin në media dhe të thënë apologjoj me sukseset e tia në krye të Spakut, apo dhe me këta arzganët e opozitës apo të Edi Ramës. Avokat, dhe një pyetje të fundit, në gjithë të panoram e shikoni të mundshme që brenda PD-s të ketë një kryengritje ndaj zotit Berisha? Ja. Harrojeni atë. Janë ëndrat bukura që mund t'i shohim ti dhe unë gjithkohës, por nuk ekziston kjo histori. Unë besoj në një histori të vetme, shpresoj shumë, domethënë që kur të vi prill-maj vitit tjetër, edhe këtu të mos ke ndodhur asgjë, sepse mos prisim që ndodhin ndonjë gjë, pavarësisht se çfarë thot Berisha që do bëjmë këtë, do bëjmë atë, një protestë e madhe këtu, një protestë e madhe aty, këtu nuk ka njerëz më për protesta, se nuk besojnë te ky leadership, mos i ngatrojmë gjërat. Jo se s'ka njerëz që vinë protestë. Por nuk vjen më në protestë njëri nga Tropoja, apo nga Vlora, apo nga Korça, apo nga Durrësi, vit haj një paçë një pilaf dhe t'ikin dhe një herë atje nga ku ka ardhur. Do të bësh protestë? Bëj, rri aty në bulevard, blloko gjithë Shqipërinë deri në përmbysjen e regjimit, nëse ti e quaj regjim. Edhe këtë e ke shumë kollaj ta bësh me 10.000, me 15.000, me 20.000 veta. Ke marr 500.000 vota, sill, a ke burrnin të sillesh 10% atyre njerëzve ti sillesh në shesh. Nuk e bën dot, mbaroi kjo histori. Dhe ç'do të thotë domethënë që deri në prillin e vitit tjetër, në rast se nuk ka ndodhur as edhe një gjë, atëherë unë uroj shumë që Sali Berisha të kuptoj që kjo histori nuk mund të vazhdojë më gjatë sa kaq dhe do duhet që të mos kandidojë më në majin e 2026 për kryetar të Partisë Demokratike. Them, është shumë e vështirë që kjo të ndodhin, kjo edhe për shkak të ndryshimeve që priten të ndodhin midis Pazarit të Madh Rama Berisha. Avokat, edhe diçka të fundit shkurtimisht për mos t'ju mbajtur më kohën tuaj. Duket sikur ka një praktisje të Partisë Demokratike në përdek të caktuara. Mendoni që do të vazhdojë kjo rrjedhje edhe të funksionarëve të lartë të Partisë Demokratike të cilët shkojnë tek Partia Socialiste për një vend pune, edhe pse kanë aspiruar poste politike, po i shkëmbejnë me poste administrative. Mendoni se do ndodhi përsëri kjo gjë edhe pas këtyre zgjedhjeve? Mund them që kur mos thuaj kurrë e para, e dyta parimisht janë të dënueshme sepse ti bie në kundërshtim me atë të cilën ti beson, po them parimisht, kurse nga ana qytetareske apo nga ana pragmatiste, po duhesh ta marrësh, nuk i bëj me faj askën prej tyre, as Gens de Romenaj në Vlorë për atë që bëri, apo Zheni Gjergji në Elbasan, pavarësisht se unë nuk mendoj si ata, pavarësisht se Zheni Gjergji nuk mund të më thotë mua që shkova dhe u bëra drejtoreshe e Spitalit Elbasanit për të ndihmuar Elbasanlinët e mi, sepse ti po do të ndihmosh Elbasanlinët e tu e bën dhe si doktoresh, si kundërje, jo si drejtoresh. Se s'ke nevojë me qenë drejtoresh për të ndihmuar Elbasanlinët e tu, po për avokat ka ndihmojnë vetëm kur janë poste drejtuese, se kështu si njerëz thjesht nuk ndihmojnë dot. Pra kjo është e bukur, pra mos na shesin tangërllak, këtu desha me thënë, po nga ana tjetër ma them një gjë tjetër mal. Ore, unë nuk e thoj sa shqiponja. Kur u shikoj domethënë që pasuria X-it apo Y-it, edhe pse është në opozitë nga 2013 deri në 2025, i është shumë fishuar, atë pse duhet bëj idealistin unë?
Dhe pse duhet mos mendoj unë më ngushtë fare, pra për rrethin tim shoqëror, për shtëpinë time. Kur ndërkohë të ata agallar që janë lidershimin e Partisë Demokratike sot, po ngrejnë vila. Atyre unë nuk u quhet ka gabim kur bëjnë pazar me Edi Ramën, kur marrin leje ndërtimi. Nuk u quhet pazar. Kurse unë kur marr një pozicion pune, dhe njëherë, mua nuk po ma jepe me Edi Rama, teorikisht është një pozicion një administratës publike. Atëherë unë pas kam tradhtuar besimin e demokratëve. Kjo është idiotisë pastaj mbrapa. Dhe këtë e them në rangun e atyre personave të cilët nuk kanë pasur domosdoshmërisht pozicione të larta në Partinë Demokratike. Këtu nuk përjashtoj ata persona si puna e Gjeni Gjergjit. Ta rifem dhe një tjetër. Zonjë nderuar, në qoftë se do që të ndihmoja Elbasanit, e ndihmoja duke u bërë doktoresh, jo drejtoresh. Avokat, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj bisede. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek këtu në Antena Televizion, duke falenderuar secilin prej jush që bën subscribe, regjistrohen në kanalin ton. Mos u largoni nga Antena, me emisionin Sinjal do rikthehemi përsëri për zhvillime dhe ngjarje më të fundit. Do të kemi disa të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi aktualitetin dhe mbi atë se çfarë pritet ndodh jo vetëm sot dhe nesër, po se çfarë do ndodh politikën e brendshme shqiptare, e cila duket se ka 35 vite që nuk ndryshon, janë po të njëjtit aktor. Bëni subscribe, regjistroni dhe nga unë Ermal Peçi do të shihemi përsëri mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit.